Mirë, do të shkoj atëherë tek rasti, faleminderit Robert për këtë pjesë, do ndalim pak tek rasti i radhës, tek ajo çfarë ka ndodhur me efektivët e FNSH-s. Llazi, faleminderit shumë për raportimin. Vazhdojmë ta ndjekim si rast, shohim seancën e radhës çfarë do të ndodhë dhe cilat janë pretendimet, pra nëse ka rrëfime të tjera, të lutem përpiqemi që t'i marrim dhe t'i kemi në kohë reale. Një ngjarje e rëndë e cila ka ndodhur 2 ditë më parë në një lokal në Kamës, janë përfshirë efektiva të forcave shqiponja, edhe të cilët ata të cilët janë edhe le të themi në ndërhyrje të merë njëhershme për sa i përket rasteve urgjence. Do të shkoj direkt tek Marcel Vocaj për të më raportuar tek rastin në fjalë, ndërkohë që do të mirëpres edhe Sadedin Fishtën, pikërisht si kreu i sindikatës së policisë në studio. Marcel, çfarë ka ndodhur konkretisht dhe për çfarë po hetohen tashmë këta efektiv? Atëherë, Flori, kemi ditën e hënë ka ndodhur një konflikt mes disa personave në zonën e Kamzës, ku si pasojë konfliktit mbeten dëmtuar disa persona, por gjithashtu pezulluan dhe 2 oficerë të patrullat të përgjithshme, pasi nuk kishin kryer ashtu siç duhej detyrën, pasi u pezulluan nga drejtoria e standardeve në drejtorinë vendore të policisë Tiranë, të cilët ka vendosur se ata nuk kishin kryer identifikimin e duhur të gjithë personave të cilët kishin marrë pjesë në konfliktin që ndodhi bremjen e sehënës, ku kishte faktikisht i përfshir dyshohet të ketë qenë dhe gjithashtu dhe një efektiv i forcave të ndërhyrjes së shpejtë, i cili faktikisht ai ka deklaruar se ai kishte ndërhyrë për të shuar konfliktin mes këtyre personave të cilët po konfliktoheshin në ambientet e jashtme të një lokali në zonën e Kamzës. Dhe më pas ka qenë vetë policia, drejtoria standardeve në policinë e Tiranës, e cila ka pozulluar 2 efektivet e patrullës së përgjithshme të cilët kanë shkuar të parët në vendngjarje dhe më pas ka nisur dhe një hetim gjithashtu nga autoriteti mbikëqyrjes policore, i cili ka filluar dhe një hetim ndaj 2 efektive për poskryen si duhet të detyrës së tyre. E gjithë ngjarja ka ndodhur faktikisht ditën e hënë në zonën e Kamzës, ku disa persona të cilët të ndoshin në lokal dhe mes tyre ishte dhe efektivi i forcave të ndërhyrjes së shpejtë ka qenë duke darkuar me 2 miq të tij. Dhe më pas kanë ardhur disa persona të tjerë që fillimisht ka pasur një përplasje verbale mes miqve të efektivit të forcave të ndërhyrjes së shpejtë dhe personat e tjerë. Siç duket ka qenë një konflikt qasti që ka ndodhur brenda ambienteve, pra nuk kanë pohur asnjëherë palë që kanë pasur njohje me njëri tjetrin. Dhe më pas ata janë dalë jashtë në ambientet jashtë ambienteve të lokalit dhe në një rrugë aty pranë ata kanë filluar dhe të konfliktohen. Dhe më pas kanë qenë faktikisht persona të tjerë dhe dëshmitar të vendngjarjes të cilët kanë njoftuar uniforma blu dhe kanë rritur 2 efektivet e patrullat të përgjithshme të cilët kanë kryer dhe veprimet e parahetimore, por në kryerjen e veprimeve të parahetimore ata nuk kanë mundur që të identifikojnë sipas tyre të gjithë personat e cilët ishin përfshirë në konfliktin ku ishte përfshirë dhe tani dua të kuptoj pak në këtë rast, pra përtej këtyre detajeve, ku dyshohet që kanë shkelur detyrën e tyre punonjësit e policisë? Atëherë në momentin e parë që merret njoftimi nga në komisariat ose në policinë vendore të Tiranës dhe duhet të shkojnë patrullat e përgjithshme në vendngjarje, ata fillimisht duhet të kryejnë njohjen e të gjithë personat të përfshirë në konflikt, duhet të kenë të identifikimin e të gjithë personat të përfshirë në konflikt dhe ndalimin e tyre. Dhe siç duket këta 2 efektive të policisë nuk kanë mundur që të identifikojnë të gjithë personat të përfshirë. Tani nuk kanë mundur është gjë tjetër. Se nuk kanë mundur është, nuk kanë mundësi që të identifikojnë. Shkelja e detyrës është nëse kanë mundur, pra e kanë identifikuar dhe se kanë bërë. Se këtë më sqaro. Atëherë Flori, kemi të bëjmë me një rast kur ata nuk e kanë kryer sipas policisë, sipas informacioneve të sigurave në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës, ata nuk e kanë kryer me pretendimin se nuk i kanë njohur personat, por faktikisht ata dyshohet se mund t'i kenë njohur ata personat dhe i kanë qenë ata që kanë lënë të largohen qëllimisht nga vendi i ngjarjes. Kjo është dhe njoftimi e kuptoj. Mirë se po e diskutojmë me Sadedin Fishtën me që e kam në studio. Sadedin, mirë se vjen. Mirë se vjen. Ke patur mundësi besoj që të marrësh informacione për rastin në fjalë. Sepse tashmë është në hetim, edhe punonjësit janë në hetim nëse kanë shkelur dhe kanë kryer apo jo detyrën e tyre nga AMP-ja. Tash për e gjithë kjo ngjarje është në një proces në hetimin disiplinor. Dhe drejtoria e standardeve, po ashtu edhe Agjencia Mbikëqyrjes Policore, të 2 këto institucione duhet ta përfundojnë të hetim që të nxjerrin konkluzionin nëse ka ka shkelje të procedurave standarde të patrullave të përgjithshme, kur
janë prezent në një ngjarje dhe cilat do të jenë veprimet e tyre të para për të bëhet zbatimin e ligjit. Rasti konkret, nëse ka pas mundësi, duhet kishin shoqëruar persona deri në komisariat. Nëse kanë pas mundësi. Nëse kanë pas mundësi. Ajo kuptohet, nëse kanë patur mundësi. Gjithmonë kjo është pastaj në gjatë kohës. Ti vetë ke patur një komunikim me dy policët që po hetohen nga autoriteti mbikëqyrjes? Nuk kam pas, domethënë, ndonjë njohje me këto, por gjithsesi rastet tilla ka shumë policia, nuk është një rast i vetëm. Ne kemi pas raste. Se ka shumë raste? Ka raste që ndodhen para një ngjarje të tilla që edhe largohen. Edhe nuk mund t'i kapin, largohen. Në këtë rast, largohet persona që momentalisht kry një zënje ose një konflikt, sa po afrohet policia, një pjesë e tyre largohen. Sa rezultojnë suksesshme? Nëse niset një hetim? Në përgjithësi këto raste kur dy personat shkaktarë, ose një grup, ose personat, mund të shoqërohet dikush në policinë e shtetit, pastaj ngjarja zbardhet. Deri këtu e ka punojësi i policisë. Pastaj janë strukturat. Fus pak atëherë Robertin për janë strukturat e tjera për ta verifikuar. Për verifikuar, pastaj kush ka qenë pjesëtar në Flori, edhe ky rast hetimi është hetim kompleks. Për faktin se vetë punojësit e policisë. Sepse sa i thjesht duket, është kompleks për faktin. Kërkon shumë për të vërtetuar. Sepse vetë punojësit e policisë që do mbledhin prova, këta janë dyshohet që mund të kenë fshehur prova. Pra në këtë rast, ndaj është hetimi kompleks dhe ndaj është ngritur kjo agjencia e mbikëqyrjes policore, AMP-ja, për të hetuar këto raste. Sepse janë raste specifike. Po sa suksesshme dalin pra? Këtë do them. Janë raste specifike dhe AMF-ja vepron shpejt. Nuk mund të veproj për shembull si në një rast tjetër, kurse AMF-ja ka burimet e veta, reagon shpejt në marrjen e kamerave, reagon shpejt në thirrjen e këtyre punojësve policisë, se nëse një prokurori që mund të kryejë hetime ose një komisariat tjetër, AMP-ja e ka aksesin shumë më të thjeshtë. Aksesin shumë të shpejtë. Edhe profesor Fishta, që në këtë rast ka një jetë, unë e njoh që unë ka qenë profesor, e kam profesorin tim, do me thënë në këtë rast që ky mbron interesat e punojësve të policisë. Prandaj e pyeta, a kanë patur ata ndonjë bisedë me sindikatën, sepse ata mund të kenë pretendimet e tyre? Janë momentet e para dhe mundet mos kemë pasur, po realisht Flori, kur ndodh një çështje dhe unë e shikoj një çik problematike, edhe kur fillon AMF-ja, ta persona, punojës policie duhet që të marrë një kontakt me sindikatën, sidomos kur këta mendojnë që nuk e kanë kryer këtë veprim. Për faktin se shfaqësimi është i pari. Çdo njeri kur akuzohet, momenti i parë është shfaqësimit. Por edhe në këtë rast hetimi që do bëjë AMF-ja është nëse këta personat i kanë njohur punojësit e policisë, në çfarë i kanë njohur, a kanë pasur komunikime me telefona ose jo. Pra, kanë folur ata në mënyra të tjera me njëri tjetrin. A është afruar dikush për t'ja u kërkuar këtë nder, qoftë edhe në forma të tjera, pra mund zgjerohet hetimi edhe një çik më tepër se sa tani. Pra, hetimi është i plot, i gjithanshëm, i vështirë, por jo i patrajtueshëm dhe i pazbulueshëm. E mendon për shembull që ky është një rast jo i parëndësishëm, po duhet ma kuptosh. Jam shumë i bindur që të ma kuptosh pyetjen. Pra, ka raste të tjera shumë komplekse, shumë të rëndësishme, ku mund të jenë dyshuar që efektivët e policisë të kenë fshehur një fakt, apo të kenë fshehur të kenë mbajtur anën e një personit përfshirë, krahasuar me një rast të tillë. Pra, e mendon më shumë është një rast simbolik, apo është një rast vërtet i rëndësishëm? Ata për nder kod nuk e kanë bërë, nëse kanë bërë. Mendohet që ata kanë pas interes. Flas nga AMP-ja. Pse është futur AMP-ja? Në të gjitha rastet, kur ka akuzë ndaj punojësve të policisë, e ka detyrë ligjore AMF-ja që të hetojë. Krahas hetimit që mund të bëjë prokuroria. Mirë, tani, po sa të din. Është kërkesë kushdo që janë kohë. Okej, tani po kaloj nga pala tjetër. Dy punojësit e policisë të cilët akuzohen se kanë fshehur provat, apo kanë mbuluar kolegun e tyre. A kanë ata për shumë këtë presionin, e kanë punojësit e policisë këtë presionin e përditshëm që të akuzave të ndryshme që mund ngrihen ndaj figurës së tyre, ndaj uniformës së tyre? Patjetër që në çdo kohë punojësi i policisë është në presion, sidomos të elementeve të inkriminuar, grupeve kriminale, sapo ato në ballafaqimet që kanë gjithmonë këto presione
bartin me vetë edhe akuzat të ndryshme ndaj punonjësve të policisë, me qëllim që t'i pështojnë edhe ta vënë nën presion që punonjësi i policisë të tërhiqet, të mos deklaroj ngjarjen ose aktivitetin e tyre, apo për raste edhe më të rënda që të fshejnë edhe provën, qoftë do shikojnë se është i dobët. Pra ka një lloj presioni ndaj uniformës? Ka raste dhe presionet e tilla bëhen në çdo kohë. Duke qenë në po më falë. Gjithsesi, në gjitha rastet, punonjësit e policisë ka paktën ne, si sindikati e afrojmë mbështetje dhe asistencë ligjore me avokat, që duke mbrojtur interesat e punonjësit policisë në rastin konkret deri në atë pikë sa që ne gjykata vendos nëse është fajtor apo nuk është fajtor, sepse dihet që deri pa marrë vendim formës për jemi para rastit të prezumimit pafajësisë edhe për rastin e punonjësve të policisë, pavarësisht masat paraprake që merren qofshin nga SHKB-ja apo nga drejtoria standardeve, por derisa çështja të kalojë në gjykat, çështja mbetet gjithmonë punonjësi i policisë. Çfarë ndodh nëse ata dalin të pafajshëm? Dolen pafajshëm, ato përfitojnë të gjitha drejtat që kanë pasur më përpara, kthehen detyrë dhe vazhdojnë detyrën. Pra në këtë moment që flasim ata janë pezulluar. Patjetër. Janë pezullim administrativ hetimor. Nga detyra marrin rrogën, por sa kohë merr hetimi i tyre dhe jam dhe kurioz, ndërkohë që ndodh pezullimi paguhen 30 ditë punonjësit e policisë? Jo, në 30 ditëve ato duhet sqarohet situata. Duhet sqarohen. Duke qenë të ekspozuar punonjësit e policisë përballë këtyre ngjarjeve, edhe për akuzat të dyshimta, punonjësi i policisë është detyruar të mbajë numrin, edhe në njërin krah të mbajë emrin e tij. Dhe më përpara ka qenë që mbanin tani nuk e di pse s'është më punonjësit, sidomos punonjësit e policisë të qarkullimit, edhe në akuza në mënyrën e komunikimit, edhe në akuza për shfet, ata mbanin një telekamer, e cila vinte direkt online në sallën operative, e cila regjistroi dhe shikonte mënyrën e komunikimit dhe përjashtonte çdo mundësi për ndonjë akuzë për, dhe kjo është shumë gjë e mirë. Për të parë komunikimin që bërte punonjësi i policisë, edhe qytetari e dinte që ishte nën këtë lloj monitorimi, edhe punonjësi i policisë e dinte që ishte i monitoruar vetë dhe kishte një... A kemi patur këtë vit pas pezullimit, post pezullimit shkarkim të punonjësve të policisë? Këtë vit që nga janari? Për shkak se AMP-ja ka rezultuar, e ka verifikuar që... Po, nga janari ka, akoma i po vazhdojnë proceset zjatëse. Po pra po, a ka ndonjë që nga janari që është... Në shkarkim nuk ka, sepse për të shkarku, pa tjetër që do të merret mas përjashtimit, sepse nuk shkarkohet ndryshe, o përjashtohet, ose do kthehet detyrë ose jepet i mas. Po pra po, vitin që kaloi, ka patur se tani, unë dua të kuptoj një gjë. Ka pas edhe përjashtim. A është kjo thjesht një lëvizje strategjike për... Jo, janë procedura standarde që ndjekin vazhdimsi gjithë punën e policisë shtetit. Pra, në të gjitha rastet, veprohet përputhje me ligjin për kur ka shkelje nga punonjësit e policisë. Vjet kemi patur shkarkime? Patjetër. Çdo vit ka pas. Sa shkarkime kemi patur? Tash eksaktësisht duhet të marrim raportin e... Tani që nga janari s'kemi patur? Nga janari nuk është bëha la 6 muajor do bëhet analiza aja 6 muajt parë të agjencisë pikëqyrjes policore dhe mbi atë bazë del edhe... Cili ka qenë rasti i fundit që është shkarkuar, që e mban mend? Po ti, më sa kanë qenë në rastet e disa ngjarjeve vjet që kanë ndodhur në Shkodër. Po. Për çfarë akuzoheshin punonjësit? Për ngjarje kriminale që kanë qenë për plasje. Që kanë qenë të inkriminuar. Në mbrojtje të bandave apo në fshehje të tyre? Në mbrojtje, por në mungesë të veprimeve që duhet kryejnë punonjësi i policisë, tërheqje nga për shkak të frikës së tyre. Ka qenë për çështje droge apo vetëm për... Jo, grupe kriminale. Për grupe kriminale. Grupet që kanë qenë... Për plasje mes tyre dhe fshehje... Për plasje me armë brenda gjatë kohës. Ka disa raste, ka pas edhe rreth e tjera, po të shih me evidencë. Por gjithsesi këto raste janë të ekspozuar edhe në faqet zyrtare të agjencisë. Të agjencisë. E kuptoj. Dy janë rastet, Flori, kur akuzojnë punonjësit e policisë. Ose për ushfet, ose fshehje të provave. Edhe sistemi ECROChat që nxori disa mesazhe që kishin bërë
u pam punojës policisë të përfshirë, edhe kjo është shumë e rëndë. Një punojës policie bashkëpunoj me krimin e organizuar, kur një kolegu i vetë është në luft me këtë krim të organizuar, dole në sistemin e kroqat, disa pjesëtarë të forcave policisë kishin komunikuar me... E qartë, e mbajmë në fakt edhe për atë rast. Në rastin e Lezhës. Në rastin e Lezhës. Mirë, falimderit shumë. Fishta, falimderit që të pata. Edhe që e seruan pak të pjesë, sepse gjë sqarimi i një rasti ku akuzohet punojësi policisë është një lloj pasigurie për qytetarin, fillon ai dhe ka pikpyetjet e veta. Pozitive se ne bëjmë prezente se kemi një marrëveshje sindikata me studio juridike në këtilla raste që gjithë procesi i mbrojtjes të një punojësi bëhet pa shpenzime. Mrekulli. Faleminderit shumë. Robert, do vazhdojmë, do qëndrojmë se do kemi dhe rastin e vendimit tashmë që ka marrë edhe autoriteti i kontrollit të ushqimit për sa i përket kompanisë Sori AL. Duket se ka dalë në përfundimin që makaronat kanë patur Escheria coli dhe Staphylococcus. Megjithatë detajet do kemi mundësi që t'i diskutoj pas publicitetit. Qëndroni aty.